shkëputemi nga kjo seancë plenare për të ndalur tek një lajm i tanishëm në mediat ndërkombëtare. Ish princi britanik Andrew në fakt është arrestuar në ndyshimin për shpërdorim detyre publike në një zhvillim që rikthehet në vëmendje pikërisht edhe një herë polemikat e tij të mëparshme dhe lidhjet me financierin amerikan Jeffrey Epstein. Lajmi u konfirmua nga policia e Vallejt, e cila njoftoi se arrestimi është kryer më 19 shkurt, pra ditën e sotme, dhe hetimi është në fazë aktive. Sipas deklaratës zyrtare, një burr në të 60-tat nga Norfolk është ndaluar, ndërsa kontrollet janë zhvilluar në disa adresa, ndërkohë që autoritetet nuk e kanë përmendur emrin e të arrestuarit, duke ju referuar udhëzimeve kombëtare për çështjet në hetim. Por mediat britanike raportojnë se bëhet fjalë pikërisht për princ Andrew, i njohur ndryshe edhe si Duka i Yorkut. Andrew u tërhoq nga detyra zyrtare mbretërore në vitin 2019 pas intervistës së tij të diskutueshme për rrjetin mediatik BBC lidhur me marrëdhëniet pikërisht me Jeffrey Epstein. Në 2022 ai hoqi dorë nga titujt ushtarak dhe ashtu edhe nga titujt mbretëror, ndërsa ju pezullua edhe përdorimi i titullit lartësia e tij mbretërore në funksione publike. Këto vendime erdhën pas presionit publik dhe kritikave të shumta për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein, i cili u arrestua për trafikim seksual dhe vdiq në vitin 2019 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Policia theksoi se hetimi aktual është hapur pas një vlerësimi të plotë të pretendimeve për shpërdorim detyre publike. Nën komisari në fakt ka deklaruar se ruajtja e integritetit dhe e objektivave të procesit është thelbësor, duke shtuar se përditësimet për zhvillimet e mëtejshme do të jepen në momentet e duhura